Në Kosovë po ndodh diçka e çuditshme, realisht skandaloze. Numri i banorëve është duke u zvogëlu, numri i votuesve është duke u rritur. Pra, Kosova në bazë të regjistrimit të fundit të popullatës ka 1.6 milion banor, ndërsa aktualisht ka 2.045.000 votues. Pra, dikun 450.000 votues më tepër se sa numri i banorëve rezidentë që jetojnë në këtë vend. Në bazë të regjistrimit të fundit, numri i banorëve ka rënë për 150.000 persona, ndërsa numri i votuesve në bazë të votimit të fundit të nacional është rrit për 200.000 vetë, mbi 200.000. Pra, qysh ja kena nisë, ne kemi me kthy shumë rekorde Guinness në këtë aspekt, nëse nuk i kena kthy, edhe shumë shpejt kena me pas 1 milion banor, 5 milion votues, imagjinoni, 1/5. Në Kosovë po ndodh diçka e çuditshme, realisht skandaloze. Numri i banorëve është duke u zvogëlu, numri i votuesve është duke u rritur. Pra, Kosova në bazë të regjistrimit të fundit të popullatës ka 1.6 milion banor, ndërsa aktualisht ka 2.045.000 votues. Pra, dikun 450.000 votues më tepër se sa numri i banorëve rezidentë që jetojnë në këtë vend. Në bazë të regjistrimit të fundit, numri i banorëve ka rënë për 150.000 persona, ndërsa numri i votuesve në bazë të votimit të fundit të nacional është rrit për 200.000 vetë, mbi 200.000. Pra, qysh ja kena nisë, ne kemi me kthy shumë rekorde Guinness në këtë aspekt, nëse nuk i kena kthy, edhe shumë shpejt kena me pas 1 milion banor, 5 milion votues, imagjinoni, 1/5.